Klodi sulmon labin në gjumë, familja kërkon përjashtimin i rrezikoj syt, tensionet dalin jashtë kontrolli. Big Brother VIP Kosova kthehet në arenë dhune. Një ngjarje e rëndë që ka tronditur mbar opinionin publik, ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Pas një debati të ashpër, Klodi ka kaluar çdo kufi të lojës, duke sulmuar Labinot Regje me një veprim të paprecedent. I ka hedhur pije energjike direkt në fytyrë dhe në sy teksa i ndodhe në shtrah. Përmes një komunikate zyrtare që po bën xhiron e rrjetit, familjarët e Labit kanë dënuar ashpër këtë akt agresioni. Ata e cilësojnë veprimin e Klodit si një cenim të rënd të sigurisë fizike dhe shëndetit, duke paralajmëruar se sytë e këngëtarit janë rrezikuar seriozisht. Nuk po mundemi me pa këtë padrejtësi. Është thirrje e fansave që kërkojnë me ngulm zarfin e zi. Familja kërkon masa urgjente disiplinore, ndërsa pyetja që po djeg rrjetin është: pse Klodi vazhdon të qëndrojë ende në shtëpi pas këtij sulmi fizik? A është ky fundi i rrugëtimit për Klodin? Apo rrezikohen banorët brenda?